Sa I përket presidentit të ardhshëm duhet të jetë konsenzual. Për bindjen time të fuqishme, si shprehje e unitetit popullor, duhet të jetë jashtë skenës politike, të jetë mbi partijak, dhe të jetë dikush I cili nuk është pjesë e polemikave të aktualitetit. Pra, Albin Kurti e do një president jo partijak, jashtë politikave ditore e konsensual në 2026. Por është vështirë t'ju besohet, kryeministër, sepse ky Albin Kurti, një president të tillë nuk e donte në 2011, kur Kosova sikur më parë arriti të mirë I vesh për një emër të tillë, konsensual. Atifete Jahjaga ishte pikërisht një figurë e tillë, e dakorduar mes 3 partive, por vetë jashtë tyre dhe jashtë çdo politike ditore. Por kur Thaçi, Mustafa e Pacolli e përmbyllën atë marrëveshje, Kurti thoshte krejt të kundërtën e asaj që thot sot. Konsensusin e tyre partijak e bën publik nga ndërtesa e qeverisë të Kosovës thuajse për të na treguar që kemi të bëjmë me uzurpim konsensual të institucioneve. Nuk kemi kurrfarë tejkalimit të krizës në Kosovë me pazarin e mbrëmshëm, deklaronte Kurti. Ju e kundërshtuat zgjidhjen konsensuale zoti Kurti, ditën që ajo u arrit. E lëre më që smorët pjesë në atë seancë, e aq më pak votoni, por përkundrazi e bojkotuat krejtësisht. Prandaj ne e lëshojmë sallën e kuvendit. Andaj jo, zoti Kurti, ju s'jeni për një emër konsensual, jeni për një emër partijak. Siç ishit kur e propozuat Glau Konjufcën dhe siç ishit kur e bët Vjosa Osmani presidente, përderisa ishte në anën tuaj. Dhe nëse të mbushet mendja mos ta qosh prap vendin në zgjedhje, ju me kompromis edhe mund ta zgjidhni ti kë, por që asistis do të jetë konsensual, por veç e dëgjueshëm për ju, ose saktësisht një I tillë, siç ja keni përshkruar vet, miku tuaj, zoti Abdi Xhiko. Përgjigja ishte që na duhet një president që do ta them, po do ta them që merret me shoqatën e zjarfiksave.